Putin не досягнув своїх цілей. Vladimir Putin nuk e ka shkatëruar Ukrainën, kështu u shpreh të martën presidenti Volodymyr Zelenski, ndërsa vendi i tij shënon 4 vite nga konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Nga ana e tij, Kremlini u shpreh se Rusia do të vazhdojë të luftojë derisa të arrijë qëllimet e luftës. Putini nuk i ka arritur qëllimet e tij. Ai nuk imposhti ukrainasit. Ai nuk e fitoi këtë luftë. Ne duam paqe, paqe të fortë, dinjitoze dhe të qëndrueshme. Çdo marrëveshje nuk duhet thjesht të nënshkruhet, por duhet të pranohet nga ukrainasit. Ndërsa duke ju drejtuar Parlamentit Evropian, i cili miratoi edhe huan për 90 miliard eurosh për Ukrainën, presidenti Zelenski i kërkoi Brukselit të përcaktojë një afat të qartë kohor për pranimin e vendit të tij në blok. Nëse nuk ka një garanci të tillë, Putin do ta gjejë një mënyrë për të bllokuar Ukrainën për dekada, duke u përçarë ju dhe ndar Europën. Ne duhet të mbrohemi nga kjo. Gjatë takimit të koalicionit të gatshmëve të mbledhur në Kiev, aleatët shprehën mbështetjen e palëkundur ndaj Ukrainës. Kryeministri britanik deklaroi se kufijtë ndërkombëtar nuk mund të ndryshohen me forcë, jo vetëm në Evropë, por dhe përtej saj, tha Keir Starmer. Nuk është diçka ku ne jemi vëzhgues, është historia jon, territori ynë, paqja jon, janë vlerat tona që janë në rrezik, u shpreh ai. Presidenti francez shprehu skepticizëm në lidhje me një fund diplomatik afatshkurtër të luftës. Nuk ka gatishmëri nga pala ruse, theksoi Macron, ndërsa kancelari gjerman përshëndeti qëndrueshmërinë e Ukrainës. Për ulemi ndaj sakrificave të jashtëzakonshme të ushtarëve dhe civilëve Ukrainas. Guximi i tyre mbetet një frymëzim për të gjithë botën, tha Merz. Ndërkohë, gjatë një ceremonie në selinë e NATO-s në Bruksel, sekretare Mark Rutte nënvizoi se Ukraina është një komb heronjsh. Ndaj është e domosdoshme që perëndimi të vazhdojë ta mbështesë ushtarakisht dhe ekonomikisht derisa lufta të ndalet. Pavarësisht qëndrimit të Putinit, Rusia nuk ka arritur të përmbushë ambicjet e saj në fushën e betejës, tha Mark Rutte. Shtetet e Bashkuara kanë bërë presion për t'i dhënë fund luftës, e cila ka shkatëruar pjesën më të madhe të Ukrainës lindore dhe jugore dhe ka lënë 10 mijëra viktime nga të dyja palët, por negociatat mes Moskës dhe Kievit kanë ngecur tek çështja e territorit të Donbasit. Më herët, presidenca e Ukrainës e publikoi pamje të një tuneli nontoksor nën Kiev, ku Zelenski tha se filloi të koordinonte përgjigjen e vendit ku Rusia nisi pushtimin më 24 shkurt të vitit 2022.